Bukvale, shumë nga ju nuk e dini këtë fjalë, besoj më të rritë e grupit, ne që jemi më të mëdhej në moshë e dim se çdo të thot bukvale. Neve na e përgatiste gjysha kur ishim në fshatë, edhe kur ishte buka e ndënjur shumë e hupët e thonim neve, dhe që të mos e hidhnin poshtë, çfarë bënin? Kuptohet që jo e mykur, mos ka kuptohemi. E vinin në ujë të nxehtë, edhe me vaj ose me gjalpë, edhe e trazonin vazhdimisht derisa të zbutej, edhe të bënej kështu si e kuqe, të thekej, domethënë e bënin në tigan. Pastaj i hidhnin sheqer nga lartë, nëse ishte ëmbël, nëse e bënin të kripur, e bënin me cingari dhe dhjami, kështu i thoshtin atëherë. Unë tani e bëra sot se ashtu mu tek, nuk e di mu tek për bukvale, edhe o ta shoqëroj me një kafe të ngrohtë, se këtu e kemi temperaturën 90 gradë, ftohtë, edhe që kështu një bukvale shkon tamam. Më komentoni kush nga juve e mban mend, si e përgatisin në zonën tuaj, nëse e përgatisni. Edhe bukvale për sot, e ham për mëngjes. Ciao, ciao!